Agjërimi tek fëmijët. Allahu i Madhërisëm Gjellëshanu e ka rrethu njeriu me dhunti dhe me begati të mëdhaja. Prej begative të mëdhaja që njeriu i ka, i posedon këtë dunja, është begatia të qenit prind edhe të qenit trashikum. Trashikimtarët tonë përveç që janë bukuria e dunjas, janë kënaqësia e dunjas. Sikurse që e ka përshkruar Meleku Gjibril se fëmiu është fryti i zemrës e kënaqësia e dunjas, Allahu Gjellëshanu na ka ngarku edhe me përgjegjësi ndaj tyne. Përgjegjësia e prindërve ndaj fëmijëve, ndaj trashëgimtarëve nuk përfundon vetëm me përkujdesen me ushqim, me veshje, me edukim kuptimin e vërtet të fjalës së dunjas, ndërsa me anashkalu pjesën kryesore që është edukata e njohjes së Allahu Gjellëshanu. Sa herët që vijnë kohët e ibadeteve të ndryshme, kohët e namazit, kohët e nxënimit, kohët e dhënies zakatit, prindi është i obliguar që ta jep kontributin e tij në raport me fëmijët e tij, me trashëgimtarët e tij, po gjithmonë duke pas parasysh gjendjen e tyre emocionale, fizike, shëndetësore, jo të i kalu kërkesat ose të qenë ekstrem me kërkesat e tij në raport me trashëgimtarët e tij dhe fëmijët e tij. Allahu i Madhërisëm Gjellëshanu na ka dhënë obligime të ndryshme, po obligimet më të mëdha edhe obligimet të cilat janë të pakontestueshme është obligimi i edukatës mbi njohjen e Allahut që duhet t'ja përcjellim fëmijëve tonë dhe familjeve tona. Fëmijët janë kanali i cili mbetet i hapur edhe pas vdekjes për prindërit. Prandaj prindërit duhet të jenë të kujdesshëm që t'i edukojnë, t'i mësojnë e sidomos ditunin mbi njohjen e Allahut të krijuesit të tyre, sepse është dituria më e vlefshme që njeriu mund ta merr në jetën e tij. Prandaj kjo bie në barën e prindërve, që kur vjen koha e kryerjes të obligimeve fetare, përgjegjësive që i kemi para Allahut, duhet t'ja përcjellim vullnetin, duhet t'ja ngacmojmë dëshirën, duhet t'i thrasim edhe t'i nxisim që ata të jenë besimtarë denj, t'i kryejnë obligimet e Allahut, sepse në pjesën e tyre të obligimeve i kemi shpërblimet tona si prind, po njëkohësisht edhe kemi kryer një detyrë të rëndësishme që e kemi në raport me ata që Allahu Gjellëshanu ne ka bërë dhurat, ne ka zbukuruar dynjan, edhe na kënaqemi edhe krenohemi, po edhe vazhdojmë të jemi përgjegjës para Allahut edhe para shoqërisë për ata që i kemi pasur se që janë fëmijët tonë. Tash kur jemi në muajin e madhëshëm Ramazanit, ne dihet që fëmijët janë të prirë që t'i emitojnë prindët e tyre edhe në punët e përditshme, po edhe në ibadetet, edhe në lojnat e ndryshme. Zakonisht kurrëshja e fëmijëve është përqendrohet gjithmonë aty ku prindët e tyre synojnë diçka. Në muajin e Ramazanit, fëmijët na shohin tu agjeru, na shohin tu bëj iftar, na shohin tu fal, edhe sigurisht se e kanë atë lakmin të bëjnë një veprim që e bëjnë prindët. Mirë po, prindërit duhet ta shfrytëzojnë në mënyrë shumë të mendshme, në mënyrë shumë parciale këtë momentum për fëmijët e tyre që t'i edukojnë dhe t'i nxisin që t'i kryejnë obligimet fetare. Unë do t'ju jap një shembull shumë origjinal për jetës tonë si fëmijë kur kemi qenë, këto duhet ta kemi parasysh. Shembulli duhet ta kemi parasysh lëvizjen se si duhet ta bëjmë. Kur kemi qenë të vegjël, na kanë nxit prindët tonë që të agjerojmë. Në kohën kur kemi pas shtërsi edhe etje, na kanë leju të pijmë. Ma vonë, të pas parasysh gjendjen tonë shëndetësore dhe fizike, ma vonë na kanë thonë edhe të hajmë dhe sa pjesën tjetër shiqoni me sa butësi, me sa mirësi, me sa mirësjellje, na kanë thonë se dhe u ngjesim, dhe u qepim, që na mos më undi të anashkalum, ose mos më undi të disi të pafuqishëm në atë se çfarë bojnë prind, po njëkohësisht edhe na kanë kultivu edukatën e agjerimit edhe të vazhqenunit agjerus, edhe me një edhe sa ata kënaqësinë, edhe të shifyrit, edhe të iftarit, edhe pse dita e tyre nuk ka qenë e komplet. Prandaj, agjerimi i fëmijëve ka shpërblim për fëmijët, mirë po nuk përmban obligim. Në këtë rast,
Prindërit duhet të kenë kujdes, të jenë shumë të kujdesshëm për gjendjen e tyre edhe emocionale, edhe fizike, t'i nxisin të agjerojnë, po njëkohësisht edhe t'i ndihmojmë që ata edhe të rriten, po edhe të agjerojnë edhe të bojnë ibadet.